shpallni pafajësinë e tij për të gjitha akuzat. Prokuroria nuk ka treguar asnjë provë. Prokuroria nuk dëshiron që ju të bëni punën tuaj. Ata duan që ju të bëni punën e tyre. Ata duan që ju të gjeni prova, për të cilat ata nuk arritën t'i gjejnë. Nuk ka prova të besueshme se Hashim Thaçi kishte një rol në përgatitjen dhe shpërndarjen e komunikatave apo deklaratave politike. Avokati Kadri Veselit e quajti të pabazuar të gjitha argumentet e prokurorisë, si dhe shtoi se Veseli nuk ka komanduar asnjë strukturë inteligjente. Avokati Kadri Veselit e quajti të pabazuar të gjitha argumentet e prokurorisë dhe shtoi se Veseli nuk ka komanduar asnjë strukturë inteligjente. Të gjitha argumentet kundër zotit Veseli janë të pabazuara, qoftë pretendime të drejtpërdrejta apo të tërthorta. Zyra e prokurorit special ka goditur objektiva të gabuar, në fakt të bën të tundësh kokën me argumentet e tyre. Kadri Veseli nuk ka komanduar në asnjë strukturë inteligjence dhe nuk ka komanduar askënd. Mbrojtësi i Xhep Selimit kërkoi lirimin e menjëhershëm të klientit të tij dhe kthimin pranë familjes së tij në Kosovë, duke argumentuar se prokuroria nuk ka paraqitur prova që të justifikojnë ndonjë vendim kundër tij. Zoti Selim duhet të shpallet i pafajshëm për të gjitha akuzat, të lirohet menjëherë dhe të kthehet në Kosovë pranë familjes së tij. Asnjë vendim tjetër nuk mund të justifikojë në bazë të provave që janë paraqitur në këtë çështje gjyqësore. Prokuroria nuk ka argumente kundër zotit Selim. Prokuroria nuk ka më asnjë provë dhe të gjitha pretendimet rezultuan të pabaza, ndërsa avokati Jakub Krasniqi theksoi se prokuroria nuk ka arritur të ndajë përgjegjësitë personale nga ato të shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Ai shpreu besimin se gjykata duhet të shqyrtojë provat dhe dëshmitë me rigorozitet e do të shpall Krasniqin të pafajshëm. Ne jemi besim plot që kur të bëni vlerësimin, kur të shikoni dokumentet të marra së bashku me dëshmitë e dëshmitarëve dhe kur të zbatoni me rigorozitet parimet e barrës së provës, ju do të pajtoheni me argumentet e parashtruara prej nesh dhe kjo do të çojë në shpadhjen e pafajshme të Jakub Krasniqit. Avokatët hollën poshtë dhe pretendimet e dëshmitarëve të prokurorisë, duke i cilësuar të pambështetura dhe të pamjaftueshme për një vendim të drejtë gjyqësor.